Petanik në saq nga duart e mamit, petanik peta të përgatiti sot, edhe që të hani o njerës të dashur dhe të bukur. Jemi rritur me këto shije neve, edhe sa herë që kthehemi në fshat janë të vetmet gjëra që kërkojmë nga mami, se nuk mund t'i bëjmë kur jemi jashtë shtetit, mund t'i bësh edhe në sobë, do më thoni, në sobën e korrendit, por nuk ka atë shije që merr nga saçi, edhe ndaja sa herë që shkojmë në Shqipëri, janë gatimet e para që do kërkojmë nga mami dhe nuk duhet t'ja kërkojmë fare, se ajo e di shumë mirë edhe na i përgatit vetë. Saçi duhet të viret shumë herë, do me thënë të ndizet zjarri, të bëhet prushë, të hidhet tek saçi që të mundet të piqet petaniku pet, se e bëjmë pet. Nuk është fli, mos u ngatëroni, se shumë e ngatrojnë petanikun me fli, petaniku hidhet kështu siç e shikoni. Flia është diçka tjetër, edhe e di që e bëjnë me gjalpë. Neve i hedhim vaj ulliri në përmes të petëve, edhe bën ato njerëz fantastik. Disa i hedhin dhe djath në mes, mua nuk më pëlqen me djath brenda, edhe bëjmë të thjeshtë me vaj, krip, miell, ujë. Këto ka petaniku dhe pastaj shoqërojmë me çfarë të duam dhe del fantastik. Ciao!